me muret Ju thatë do të ketë luftë botërore dhe një pandemi. Po, në fund do mbyllet me pandemi. Plandemi, jo pandemi. Plandemi, që është do të thotë pandemi. Pandemi organizuar nga njeriu. Plandemi. Pra që nuk është nga Zoti. Pandemit i bën Zoti, pandemit i bën njeriu. Do të thonë, ju besoni që vetë këto grupe, si më thotë që majnë këtë konspiracion, këto do ta krijojnë pandemin. Po. Dakor. Dhe do të ketë dhe luftë botërore. Po. Kjo që po ndodh tash, paktën këto që po i shoh. Po. Çfarë i quajnë këta tash? Këto unë i quaj lufta në Iran, lufta në Gjia. Unë këto i quaj lufta në Ukrainë. Gjithë këto vatrat nxehta ka dy armiq. Po. Ka dy armiq. Pakicat, këto elitat që duan të bëjnë historinë, dhe shumicat që duan të shparosin, sepse tash nëpërmjet robotikës nuk ka më nevojë për krahun e lirë të punës, për të punuar në fabrika punëtor, tash punojnë robotët. Dhe këta duan të lënë një pjesë nga tash më fal që po pres sot pashkë lajme që duan me fut dhe robotën në olimpiadë, Po, pra. Punët e shtëpisë, nëpër fabrika, polici në rrugë, arsimtarin, duan të bëjnë me inteligjencë artificiale. Domethënë vetëm 5-6 profesione do ngelen që do t'i bëjë njeriu. Tashi këta duan të lënë një shtresë të mesme, të pasur, që mund të jenë 5-6% e shoqërisë sotme njerëzore në çdo vend të botës, dhe vetë që mund të jenë një ose më pak se 1%. Pra, këta nga 7 miliard duan të lënë 500-600 milion banor. Dhe çfarë duan të bëjnë? Do të zhduken 6 miliard banor, 6.5 miliard. Po jo me njerë. Jo me njerë. Për 30-40 vjet. Do të zhduken. Po çfarë interesi ka? Ja si do zhduken. Nëpërmjet LGTB-ve që nuk riprodohen. Nëpërmjet tash unë po t'jap një statistikë, po flas sot. Po. LGBT-t janë 20% në kanë qenë lashësi. Po mirë mo, kanë qenë në mënyrë të natyrshme ka.